nuk e mendoj që shplarja e parave sjell zhvillim. Aktiviteti kriminal t'i dëmton atë biznesmenin e ligjshëm. Parat të aktivitetit i kanë fshehur në emrin e X-it, Y-it, në një fabrikë, në një... Në mentalitetin e Ballkanit ekziston një përshtypje që shpërlarja e parave ka me sjell zhvillim. Unë nuk e mendoj që shplarja e parave sjell zhvillim, sepse shplarja e parave dëmton tregun ekonomik të lirë, pra ti duke futur para të ardhur nga aktiviteti kriminal, ti dëmton atë biznesmenin e ligjshëm, e ndershëm, i cili është duke punuar me forcat e tij, le të themi. Dhe këto para të cilat induktohen nga jashtë, sigurisht prishin ekuilibrat e ekonomisë së lirë dhe të biznesit. Sa është e rëndësishme me pas edhe dëshmitar brenda grupeve kriminale të cilët mrin me njoftu prokurinë dhe autoritetet për dukurinë e shpërlarjes parave. Atëherë, kjo është shumë e rëndësishme, sepse është një provë gjallë e cila të dëshmon për një dukuri, për një fenomen që ka ndodhur më përpara apo që do të ndodhi, dhe sigurisht është një provë shumë e rëndësishme e cila do të kryqëzohet me prova të tjera që prokuroria do të zhvillojë në drejtim të nxjerrjes së faktit. Për shembull, ne kemi një rast aktualisht në gjykim kur kemi 3 bashkëpunëtorë drejtësie, në fakt ajo është për një grup kriminal për vrasje, por bashkëpunëtorët përveç elementeve të vrasjeve na kanë dhënë shumë elemente edhe për veprën penale të pastrimit të produkteve. Pra na kanë dhënë informacione që persona të tjerë të dyshuar para të aktivitetit i kanë fshehur në emrin e X-it, Y-it, në një fabrikë, në një subjekt tregtar, të cilat nga verifikimet tona në fakt kanë rezultuar ashtu dhe duke i kryqëzuar dhe me prova të tjera ne kemi arritur që t'i sekuestrojmë këto prova. Pra ka qenë një rast shumë i suksesshëm, qoftë në drejtim të evidentimit të vrasjeve të kryera ndër vite, por edhe të investimeve dhe të pastrimit parave në sektorin e ndërtimit dhe të biznesit.